Ju e dini që pensionit i kemi gjetur 90 euro dhe tashmë i kemi ngritur në 150 euro, pra për 2/3, duke e bërë vendin ton shtetin e parë në rajon, ku asnjë i moshuar nuk jeton nën pragun e varfërisë prej 5 euro në ditë. Rritja e pensioneve do të vazhdoj bashkë me rritjen e buxhetit e veçanërisht me kompletimin e reformës pensionale. Do të vazhdojmë rritjen e mbështetjes edhe për kategoritë e dalura nga lufta shërimtare dhe përveç rritjes së beneficionit do të ndryshojmë ligjin dhe do të heqim edhe padrejtësinë që kushtozon përfitimin e beneficionit vetëm për veteranët që nuk punojnë. Shtesat për fëmijë i kemi gjetur 0 euro, që do të thotë se nuk i kemi gjetur fare. Sot ato janë 30 deri në 45 euro për çdo fëmijë. Ndërka që mandatin e ardhshëm do t'i dyfishojmë shtesat për fëmijë. Në mandatin e tanishëm nga 0 në 45 euro dhe në mandatin e ardhshëm nga 45 në 90 euro për fëmijë. E të dashur qytetar, me këtë rritje do të lëm prapa edhe disa vende të Bashkimit Evropian sa i përket shtesave për fëmijë. Edhe për nënat lehona kemi vepruar me përkushtim. Fillimisht i nisëm shtesat me 107 euro në muaj, pastaj i rritëm në 325,9 euro si vjet, ndërka që në fillim mandatit ardhshëm do t'i bëjmë 500 euro në muaj për 6 muaj, sepse aq do të bëhet edhe paga minimale në vendin tonë. Pra, 6 muaj nga 500 euro bëjnë 3.000 euro për secilën nën lehon të papunë, përveç shtesave mujore për fëmijët që jipen në emër të nënës, përkatësisht në gjiro llogaritë të nënës. Kjo pra, të dashur të pranishëm, është politika jonë, familja në qendër të zhvillimit e të mirëqenjes. Begatia e shtuar për çdo familje nënkupton begati për ekonominë dhe për shtetin. Më shumë të ardhura do të thotë më shumë konsum, më shumë prodhim vendor dhe më shumë vende pune.